Përshëndetje miq të Krushop, por jo vetëm. Duam të bëjmë prezantimin e gomonës SPX, e cila ka një gjatësi prej 8 metrash, është e pajisur me motor Mercury me një fuqi prej 300 horsepower, është fjala e fundit e teknologjisë, është e pajisur me të gjithë aksesorët e nevojshëm që lundrimi juaj përveç se të jetë shumë i sigurt, të jetë edhe i këndshëm. Përshëndetje miq, dhe në momentin që ju vendosni të blini një gomonë SPX apo çdo gomonë tjetër, patjetër që gjëja e parë që do t'ju duhet do jenë patenta detare për të qenë të sigurt që ju do të keni një lundrim të qetë dhe të këndshëm. Ne si kompani TSTS Group, një det plot me mundësi për vajzat dhe për djem, për fokusi ynë janë trajnimi i vajzave në sektorin detar. Kemi sot në bordin e një barke SPX kapitenin e parë, një nga kapitenet e para femër, Amarda, e cila është e pajisur me një patent angleze për lundruar për mjetet të një gjatësie deri në 10 metra gjatësi. Kemi gjithashtu më e reja e kompanisë tonë, kemi dhe patentat për fëmijët. Aty kemi zotin Dior Mështini, i cili është i pajisur me një patent për të lundruar për mjetet deri në 10 metra nga mosha 8 deri në 12. I vetmi kusht i rëndësishëm i sigurt është që fëmijët tanë të patentuar të jenë në bord të shoqëruar gjithmonë me një prind të rritur, i cili është edhe ai gjithashtu me patent. Vajzën që kemi në sediljen e barkës sonë SPX është Alesja, e cila është e pajisur me një patent ndërkombëtare detare për mjete lundruese deri në 200 tonë, që flasi për kategorinë e jahteve të mëdha. Dhe në bordin e një mjeti lundrues, të vogël apo të madh, për të patur një knajsi të madhe në det, nuk mund të mungojnë lojrat e ujit, për cilat Hortensia Zalla është më eksperte se sa unë. Atëherë që deti të jetë i mbushur plot me mundësi, por edhe kënaqësi, juve patjetër do ju nevojiten lotra ujore për ta bërë argëtimin të një niveli tjetër. Kemi të prezantuar disa modelet ku ju mund t'i integroni në mjetin tuaj të lundrimit, që mund t'i përdorni me jet ski, në një skaf, gomone, jat apo çfarë do qoftë mjeti i lundrimit. Dhe jeni të sigurt që do mbeteni shumë të kënaqur, pasi dhe cilësia është ndër më të mirat. Duam t'ju prezantojmë dhe stand-up paddle, e cila mund të përdoret nga fëmijët dhe të rriturit, që argëtimi juaj të jetë pa kufi. Edhe sport në të njëjtën kohë, sepse është shumë e rëndësishme. Çdo sport ujor ka garancim për kace, kështu që nuk do të keni asnjë lloj problematike në mënyrë që kënaqësia juaj të mos rrezikohet, le të themi. Pra miq të dashur, klientët tanë të TSTS Group apo të Krushop, për cilët ne kemi konceptuar Yacht Clubin e Krushopit, nëse trokisni në dyert tona të merrni informacion nga unë Marseda për patenta detare dhe nga Hortensia Zalla për mjetet e lundrimit, sportet ujore dhe çdo gjë që ka lidhje me sektorin detar. Pra Krushop është 360 gradë rreth detit. Dhe TSTS Group, një botë plot me mundësi. Mirpresim. Siamo con gli amici di Krushop che tra i primi hanno creduto in questo progetto e di sicuro non mancheranno per le prossime edizioni con il loro supporto fondamentale, anche grazie appunto al loro know-how, alla presenza, alla vastità degli interessi che toccano con la loro attività e anche la presenza internazionale. Vero Dori? Sì, è vero. Atëherë doja të thoja diçka në lidhje me faktin që jemi në standin e Krushop dhe TSTS Group. Jemi në fierën e parë të jateve që zhvillohet në marinën e Orikum, e cila është zhvilluar me iniciativën e kësaj vajzës së bukur Monika, e cila është dhe një etalon dhe një motiv inspirimi për ne si kompani, që t'i adresojmë performancën, menaxhimin dhe aktivitetin gjinisë femërore. Ky sektor ka nevojë për femra më shumë, pasi duhet të barazohet, po themi, zhvillimi i sektorit ndërmjet meshkujve dhe femrave, dhe që të kemi një sektor nautike të ngjashëm me vendet fqinje siç është Italia, Greqia apo Malizi. Ky sektor pa gjinim femërore nuk mund të zhvillohet. Prandaj TSTS Group dhe Krushop ka vendosur që dy administratorët kryesorë të kompanive tona të jenë femra. Ju prezantoj me Hortensia Zallën. Ne si Krushop falenderojmë organizatorët për konceptimin e kësaj fiere për ta organizuar pranë marinës së Orikumit. Jemi të lumtur për të qenë pjesë të ekspozitave për të prezantuar të gjithë produktet dhe shërbimet që ne ofrojmë për sektorin detar.
Ne jemi kompani 360 gradë rreth detit, ku çdo individ mund të marrë informacione për të gjithë produktet dhe shërbimet që i nevojiten sektori detar. Ecco, allora dicevamo una presenza femminile importante, quella che ha lanciato nel proprio concetto Cruise Shop, infatti abbiamo appunto la proprietaria anche presente. Cosa possiamo dire di questa prima iniziativa e come saranno gli sviluppi secondo voi del settore anche nautico in Albania? Ju falenderojmë shumë që na bët pjesë të këtij eventi kaq të bukur, të këtij organizimi të parë në fushën e sektorit detar. Unë përfaqësoj kompaninë TSTS Group, jam administratore e parë femër në sektorin e detit. Kompania TSTS Group ka vendosur dhe ka një mision të saj që femra duhet të afrohet në botën e nautikës. Kemi futur në sektorin detar të tragjeteve dhe kroqerave femrat e para detare. Në vitin 2011, në vitin 2014 kemi femrën e parë kapitene të certifikuar nga shteti shqiptar, e cila punon në bordin e tragjeteve si kapitene zyrtare, dhe misioni ynë është të kemi sa më shumë femra, jo vetëm në tragjete, por edhe në sektorin e jahteve si femra kapitene, për te atyre vajzave që tashmë punojnë si hostes në sektorin e kuzhinës, janë marinare, kanë të gjitha profilet që deri para vitit 2011 mbuloheshin vetëm nga një sektor mashkullor, sot mbulohen me të njëjtin profesionalizëm edhe nga vajzat, të cilat do jenë gjithmonë më shumë në sektorin e jahteve. Shembulli i dy kompanive tona, dhe jo më kohë të kemi përzgjedhur që të jemi kështu, është që unë jam administratore femër e një qendre trajnimi detare, dhe Hortensia Zalla është administratore e kompanisë tjetër Cruise Shop, e cila merret me shitjen dhe blerjen e mjeteve detare, jate, skafe apo të gjitha sportet ujore. Dhe 80% e kompanive tona janë punonjëse, prezantuese, ekonomiste, janë të gjitha femra. Pra kemi një mision që femrën duhet të afrojmë shumë drejt detit. Oh, rafsh! Në TSTS Group një det plot me mundësi. Beautiful people! Motoja e Cruise Shop në TSTS Group.